Krahas projektit madhor të Lungomare 3 në zonën e Radhimës, paralelisht po vijon edhe një tjetër projekt tepër i rëndësishëm infrastrukturor. Në fshatin turistik të Radhimës, punimet për realizimin e rrugës së bypassit të vogël të Radhimës kanë hyrë tashmë në një fazë tepër të rëndësishme, ku projekti dita ditës po merr formë. Prej zonës së ish portokalleve, ku edhe nis ky projekt, e deri në afërsitë të kanalit kullues kryesor të Radhimës dhe Urikumit, në afërsitë të komplekseve turistike, po vazhdon puna për ndërtimin e një rrugë dytësore. Bëhet fjalë për një rrugë vetëm pak kilometra të gjatë, e cila do të funksionojë vetëm me një sens qarkullimi. Për ta kuptuar më qartësisht, nga zona e Portokalles e në drejtim të Urikumit, automjetet do të kenë mundësi të udhëtojnë, por kur të kthehen pas, nuk do të kenë të njëjtën rrugë. Do të jenë automjetet të detyruara të përdorin rrugën e bypassit të vogël të Radhimës, duke u futur në afërsitë të kanalit kullues kryesor, në zonë për të dalë me një sens qarkullimi në zonën e ish Portokalles. Pikërisht për këtë arsye, në hyrje dhe në dalje të segmentit rrugor, ka nisur tashmë edhe ndërtimi rreth rrotullimeve, të cilët do të jenë objektet më të rëndësishme infrastrukturor që do të bëjnë të mundur orientimin e trafikut rrugor. Ky projekt po realizon e synon të reduktojë qarkullimin rrugor të rënduar në zonë, me automjetet që kalojnë në dy sense qarkullimi në të njëjtën rrugë e shpeshherë pengojnë njëra tjetrën, duke shkaktuar më tepër trafik. Projekti do të jetë pjesë integrale e Lungomare 3 dhe në përfundim do të veprojnë si një të përbashkët. Synimi është që në të ardhmen ai të lidhet edhe me rrugën e Radhimës fshat, e të vazhdojë deri në afërsitë të portit të jahteve, për ta zgjeruar rrugën që do të funksionojë në të tillë mënyrë. Vlen të theksohet gjithashtu se si pjesë e projektit janë rehabilituar edhe disa prej kanaleve kulluese që ndodhen në zonën në fjalë. Më konkretisht, 2 prej tyre, të cilët janë shndërruar tashmë në një pjesë të integruar të projektit në fjalë, duke kaluar poshtë rrugës, duke u mbyllur deri në derdhjen e tyre në det, për të mos dhënë atë impakt negativ të deri tanishëm.